A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni ndjesinë se, edhe pse po flisni të njëjtën gjuhë, personi përballë duket sikur vjen nga një planet tjetër? Këto përplasje, qoftë në shtëpi apo në zyrë, rrallëherë vijnë nga qëllimi i keq. Zakonisht, ato janë pasojë e modeleve psikologjike shumë të thella. Sot, do të tentojmë t'i deshifrojmë këto dy gjuhë kaq të ndryshme. Okej, për ta kuptuar më mirë, le të marrim një shembull klasik që me siguri shumë kush e njeh. Imagjinoni pak, një grua vjen në shtëpi pas një dite, le të themi, të tmerrshme. Fillon të shfryhet, të tregojë gjithçka me detaje. Çfarë kërkon ajo në atë moment? Thjesht dikë që ta dëgjoj, të pohoj me kokë e të thotë, të kuptoj. Por çfarë ndodh? Partneri pas 2 minuta shidhet dhe thotë, lera atë punë. Ai sinqerisht mendon se po jep zgjidhjen, po e ndihmon, por ajo ndjehet krejtësisht e padëgjuar. Dhe ja ku e kemi përplasjen e parë, rrënjësore, nevoja për të ndarë emocionin kundër instinktit për të zgjidhur problemin. Dhe pastaj vjen fraza legjendare, nuk kam asgjë. Këtu, 2 botë të tëra përplasen. Për shumë burra, kjo frazë do të thotë pikërisht atë që thotë, asgjë. Është një fakt i mirëfillt, literal. Por për shumë gra, kjo është si një ftesë, një test për të parë nëse do të gërmosh pak më thellë. Kuptimi nuk është te fjalët, por te konteksti. Vetëm ky ndryshim i vogël është burimi i pafundkeq kuptimeve. Pra, thelbi i gjithë kësaj analize është këtu. Komunikimi në përgjithësi ndahet në 2 kategori kryesore dhe kushtojini vëmendje ndryshimit të vogël në fjalë. Kemi raportim bised me im në fund dhe raport bised. E para, raportim biseda, që është më tipike për stilin mashkullor, ka si qëllim të jap informacion, faktet, të vendos një status, ndërsa e dyta, raport biseda, më tipike për stilin femëror, ka si qëllim të krijojë lidhje, intimitet, të ndaj përvoja. Të kuptosh këtë dallim është qelsi për të dekoduar gjithçka tjetër. Tani, ajo që është vërtet interesante është se si këto modele përsëriten vazhdimisht në jetën e përditshme. Burrat priren t'i shohin problemet si diçka për t'u zgjidhur, përdorin gjuhë shumë direkte, e vlerësojnë statusin dhe pavarësinë, dhe kur janë nën stres, tërhiqen, futen në shpellën e tyre. Gratë, nga ana tjetër, duan t'i ndajnë problemet, përdorin gjuhë më indirekte, vlerësojnë bashkëpunimin dhe lidhjen dhe e përballojnë stresin duke komunikuar, duke krijuar një rrjet mbështetës. Dhe kujdes, këto modele nuk qëndrojnë vetëm brenda mureve të shtëpisë. Ato na ndjekin kudo, sidomos në botën profesionale. E atje, pasojat mund të jenë edhe më të mëdha, duke ndikuar drejt për drejt te leadershipi, puna në grup dhe në fund te suksesi i një biznesi. Le të shohim se si shfaqet kjo në zyrë. Imagjinoni një mbledhje tipike. Shpesh mund të vërejmë 2 stile kryesore. Kemi stilin hierarkik, shpesh i lidhur me burrat, që fokusohet tek autoriteti, te deklarata direkte si plani është ky dhe duhet bërë kështu. Pastaj kemi stilin bashkëpunues, më i përhapur te gratë, që fokusohet te arritja e një konsensusi, duke bërë pyetje si çfarë mendoni për këtë ide? Njëri kërkon të vendosë rregull, tjetri kërkon të ndërtojë harmoni. E njëjta dinamik vlen edhe për dhënien e feedbackut. Një qasje është ajo direkte, teknike, raporti ka gabime, rregulloji. Këtu prioriteti absolut është efikasiteti. Qasja tjetër njihet si metoda sandwich. Nis me një koment pozitiv, jep kritikën në mes dhe e mbyll prap me diçka pozitive. Këtu prioriteti është marrëdhënia dhe morali i personit. Të dyja mund të jenë efektive, sigurisht, por u shërbejnë qëllimeve krejt të ndryshme. Kjo tabele përmbledh në mënyrë fantastike. Për menaxherin tipik mashkull, autoriteti buron nga pozicioni, nga hierarkia. Fokusi është te detyra që duhet kryer dhe motivimi vjen nga sfidat dhe konkurenca. Për menaxheren tipike femër, autoriteti shpesh buron nga karizma dhe marrëdhëniet që ndërton. Fokusi është te njerëzit dhe motivimi vjen nga vlerësimi dhe mbështetja. Përsëri, kthehemi te tema jonë qendrore, raportim kundër raportit. Mirë, por pyetja më e madhe mbetet, pse? Pse ekzistojnë këto modele kaq të qëndrueshme? E po, përgjigjja nuk është e thjeshtë. Ajo gjendet thellë, shumë thellë në biologjinë tonë dhe në historinë tonë evolucionare. Tani fillon pjesa më interesante. Sipas psikologjisë evolucionare, truri ynë është ende i programuar me softwarein e mijëra viteve më parë.
Roli i lashtë i gjuetarit kërkonte fokus absolut te detyra, heshtje, hierarki dhe gatishmëri për të marrë rreziqe. Ndërkohë roli i mbledhëses kërkonte komunikim të pandërprerë dhe bashkëpunim për të mbrojtur komunitetin. Këto nuk janë justifikime për sjelljet e sotme, por janë shpjegime të thella për prirjet tona instinktive. Dhe kjo nuk është vetëm histori e lashtë, është edhe kimi që vepron tani. Kemi edhe anën neurobiologjike. Testosteroni, që zakonisht është më i lartë te burrat, nxit konkurrencën, dominimin, ndërsa oksitocina dhe estrogeni, më të theksuarat e gratë, nxisin ndjenjen e lidhjes, të besimit, të kujdesit. Këto hormone thjesht i përforcojnë ato strategji të ndryshme sjellore për të cilat sapo folëm. Dhe kjo shkon edhe më thellë, deri të vetë arkitektura e trurit. Disa studime sugjerojnë se truri mashkullor priret të jetë më i ndarë në kompartimente, duke u fokusuar në mënyrë shumë sistematike tek një problem i vetëm. Truri femëror, nga ana tjetër, shpesh ka lidhje më të dendura midis dy hemisferave, gjë që lejon një mendim më holistik, që integron logjikën, emocionin dhe kontekstin, të gjitha në të njëjtën kohë. Pra, për ta përmbledhur shkurt, ja ku qëndron pseja. Në nivel instinktesh, kemi reagimin lufto ose ik përballë atij kujdesu dhe krijo miqësi. Në nivelin e trurit, kemi fokusin sistematik përballë atij empatik. Dhe në nivelin kimik, motivimi vjen nga dopamina e fitores përballë oksitocinës që vjen nga lidhja me të tjerët. Kjo është, le të themi, fotografia e plotë e shkaqeve rrënjësore. Okej, shumë mirë. Kemi identifikuar problemin, kemi kuptuar arsyet e thella. Po tani, cila është zgjidhja? Po, zgjidhja nuk është të themi se njëra anë është më e mirë se tjetra, as pak. Zgjidhja është integrimi, një kombinim i ndërgjegjshëm i të dy stileve. Kjo na sjell te koncepti i liderit integral, ose, siç quhet ndryshe, liderit me tru të plotë. Këta janë ata persona që nuk ngecin peng të prirjeve të tyre naturale, por mësojnë me vedije të përdorin pikat e forta të dy stileve. Dhe lajmi i mirë është se këto janë aftësi që mësohen. Ato mund të integrohen nga kushdo. Ky citat e kap në mënyrë perfekte thelbin e gjithçkaje. Fuqia e vërtet, sidomos në botën komplekse të sotme, nuk qëndron te dominimi një stilit vetëm. Ajo qëndron te ekuilibri, sinergjia midis fokusit pamëshirshëm te rezultatet dhe zodrimit plot të inteligjencës emocionale. Ky është çelësi i suksesit. Atëherë, si bëhet kjo në praktik? Për ata që natyrshëm anojnë nga stili i raportimit, hapat janë mjaft të qartë. Së pari, praktiko dëgjimin aktiv, dhe kjo nuk do të thotë vetëm të dëgjosh fjalët, por të përpiqesh të kuptosh emocionin pas tyre. Së dyti, mëso të lexosh gjuhën e trupit, sinjalet jo verbale, dhe më e rëndësishmja, bëj një ndryshim themelor në mendje. Kalo nga qëllimi për të zgjidhur problemin te qëllimi për të kuptuar perspektivën e tjetrit. Po për ata që anojnë nga stili i raportit, ka hapa po aq të rëndësishëm edhe këto. Mëso të përdorësh komunikim të drejtë për drejtë, të qartë kur situata e kërkon. Lidhi idetë tua bashkëpunuese me rezultate konkrete të matshme për t'i bërë më bindëse. Dhe në momente krize, mos hezito të marrësh vendime të shpejta dhe të prera, edhe nëse nuk ke konsensusin e plotë të gjithëve. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet te ky numër i thjeshtë, 2. Leadershipi modern nuk ka të bëjë me të qenë tru i majt apo tru i djath, logjik apo emocional. Ka të bëjë me aftësinë për të përdorur të dy hemisferat, për të qenë një lider me tru të plot. Dhe kështu, arrim në fund me një pyetje për reflektim personal. Duke marrë parasysh gjithçka që folëm, cila është një teknikë e re, qoftë nga bota e raportimit apo ajo e raportit, që do të guxoni ta provoni në komunikimin tuaj të ardhshëm, qoftë në punë, qoftë në shtëpi. Mendojeni pak këtë gjë.